Më 20 maj do të hapen zyrtarisht aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi dhe blegtori. Aplikimet do të kryhen online, ndërsa fermerët do të kenë mundësi të marrin asistencë pranë zyrave të agropikave në të gjithë vendin, ku mund të kryejnë fizikisht procedurat për përfitimin e financimeve. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekësh dhe synon mbështetje më të gjerë dhe për fermat e vogla. Ndryshimet e reja kanë përgjysmuar numrin minimal të bagëtive që nevojiten për të përfituar subvencionet. Sipas skemës, blegtorët do të përfitojnë 12.000 lekë për çdo krer lop, për tufat me jo më pak se 5 krer. Për bagëtitë e imta, financimi do të jetë 1.500 lekë për krer, për tufat me minimumi 50 krer. Për herë të parë, mbështetje financiare do të kenë edhe për dosat, ku fermerët do të përfitojnë 7.000 lekë për çdo krer, për tufa jo më pak se 5 dosë. Ndërkohë, sektori bletarisë do të mbështetet me financim të dyfishuar, deri në 20.000 lekë për çdo zgjua. Fokusi veçantë në skemën e re do t'i kushtohet dhe mbrojtjes biologjike në bujqësi, duke nxitur përdorimin e insekteve për luftimin e dëmtuesve të bimëve në vend të pesticideve kimike. Risi e këtij viti është edhe mbështetja për të rinjt që investojnë në ferma bujqësore dhe blegtorale. Ata do të mund të përfitojnë financim deri në 70% të vlerës së investimit, por jo më shumë se 1 milion lekë. Ndërkohë, skema e re ka hequr financimin për naftën pa taksa. Ministria e Bujqësisë argumenton se kjo skemë nuk ka funksionuar siç duhet dhe ka pasur raste abuzimi. Nga ana tjetër, fermerëve u kërkohet të pajisen me faturë nga grumbulluesit apo agroturizmat, ku tregtojnë produktet në mënyrë që të përfitojnë nga kompensimi prej 10%, i cili pritet të nisë zbatimin më një korrik.